Giro d'Italia 2025 nis nga Shqipëria me 3 etapa spektakolare. Një nga ngjarjet më të mëdha të ciklizmit botëror, Giro d'Italia 2025 do të nis për herë të parë nga Shqipëria më 9 maj, duke përfshirë 3 etapa të para emocionale në qytetet Durrës, Tiranë dhe Vlorë. Gara do zgjas 21 etapa në total dhe do përfundojë me 25 maj në Rom, në një edicion historik për vendin tonë dhe në këtë event prestigjioz sportiv. Prezantimi zyrtar i ekipeve pjesëmarrës do mbëhet më 7 maj në orën 20:30 në sheshin Skënderbej. Etapa e parë Durrës-Tiranë 9 maj, starti simbolik do bëhet në 13:10 nga porti i Durrësit, ku ciklistët do nisin nxjerrje, ndërsa gara zyrtare do të nisë nga kilometra 0 në Durrës. Itinerari përfshin Mali Robit, Kavaj, Rogozhin, Peqin, Papër, Bradashesh, Gracen, Mullet, Teg, Sauk, Surrel dhe Tiranë. Pjesa finale do zhvillohet në qarkullimin dinamik në rrugën Qanfize Keko, bulevarit Dëshmorit e Kombit në rrugën Rexhe Ekrit. Mbërritja në sheshin Nën Tereza parashikohet rreth orës 17:03. Etapa e dytë, Tiranë më 10 maj me nisje nga sheshi Skënderbej në orën 13:30. Gara do shtrihet nëpër arteret kryesore të kryeqytetit, bulevardet Gjergj Fishta, Bayram Curri dhe Dëshmorët e Kombit, duke përfshirë rrugën e Elbasanit, zonën e Saukut. Finishi do të jetë sërish në sheshin Nën Tereza në orën 17:15. Etapa e tretë, Vlorë me 11 maj, etapa do të startojë në orën 13:15 nga Lungomare në garën zyrtare që nis rrugën Demokracia. Itinerari përfshin një shëtitje panoramike përgjatë Rivierës Shqiptare, duke kaluar Kota, Brataj, Qeparo, Porto Palermo, Himar, Qafa Llogaras dhe Oricum, për të përfunduar në rrugën Saltik Zot Këtaj në Vlorë në 17:26. Ky edicion i Giro d'Italia jo vetëm që vendos Shqipërinë në hartën ndërkombëtare të sportit elitar, por i shërben dhe zhvillimit të këtij sporti.